me që je edhe infektolog dhe ke studiu këtë punë, çfarë simptoma janë të para të fruthit që prindrit që po na ndjekin dhe nuk e kanë vaksinuar ende fëmin? Zakonisht fruthi ka një fazë që ne e quajmë si inkubacion. Inkubacioni është ajo periudha prej kur infektohemi dhe i paraqiten shenjat e sëmundjes, që është pak a shumë si lija e ujit. Po, domthon, pastaj fillojnë shenjat e sëmundjes, e ka një stadium kataral ne e quajmë, domthon që fillon gati si sëmundje tjera virale, me temperatura të larta, me kollitje, me sindrom respirator, dhe pastaj në fazën e tretë, mas disa ditë, 2-3 ditë, temperatura të larta, fillon paraqitja e ekzantemave. E pushtrave në trup, kur atëherë na fillojmë këtë fazën para se me paraqitet pushrat, domthon paraqiten në zgavrin e gojës, në jollat e kombliku quhen, domthon që në zgavrin e gojës, domthon paraqiten në pjesën e dhëmbëve, jo domthon në pjesën e mbrëmshme të faqes, në paraqiten një njoll, në ngjyrë ndoshta përhim me qujt, dhe ajo është një parashen që mund të jetë fruth, ato sigurisht zakonisht mjekët në shëmërin, përpara e kishin identifikuar dhe gjyshet tona, se kanë pas shumë raste me fruth e kanë ditë, nëse ata kemë raste sporadike, është më vështirë me ditë, por sigurisht nëse kemë raste me fruth, çdo paraqitje e simptomave të temperaturës, të një sindrome respiratore me të shitje, me kollitje, atëherë do dojmë lajmëru të mjeku dhe me kërku. E kjo, sidomos kur fëmija është i pavaksinuar. Pavaksinuar, po, dhe këta duhet të kenë frikë. Ata që të vaksinuar nuk ka nevojë me dyshu. Edhe tha dhe vetë, edhe nëse preken, që është... është shumë e lehtë, e kalon shumë lehtë.